Horoskopi për ditën e shtunë 14 mars 2026. Dashi. Sot është dita ku do t'i vësh pikën një herë e mirë atyre gjërave që i ke zvarritur prej muajsh. E di që të vlon gjaku me e mbyll një kapitull që të ka ngrënë shpirtin, por dëgjoni këtu, nuk mbyllet dera me një shqelm sot. Janë disa hije të së shkuarës, ca punë që si ke çuar deri në fund, që po të vinë vërdallë si miskali dhe po të prishin Terezin. Ti ke filluar me lodh shumë truri me analiza të ftohta, duke pyetur veten ku gabova. Por gabime ke, sot nuk është dita llogarive me laps dhe letër. Është dita e ndjenjes. Nxirri ato që ke brenda se po të mbysin. Mos u turr me vrap se do të thyesh hundët, merre shtruar, bëj një hap, shiko rreth e rrotull dhe do e shikosh se si do të çlirohesh nga një barr që të ka rënduar mbi shpinë, shkëputu nga situata që të pengon dhe do e shohësh si do të ndryshoj fati. Demi. Sot është dita ku rruga jote do të ketë një 2 gropa, por ti je më i madh se çdo pengesë. Do të ndihesh sikur po ecën nëpër mjergull dhe s'po e gjen dot atë qëllimin tënd të fortë që të karakterizon. Mos u likshto. Ato gabimet që ke bërë dikur sot do të duken si male, por në fakt janë thjesht guralec që duhet t'i shkelësh pa mëshirë. Hiqje mendjen nga ato që thënë njerëzit dhe mos e vrit mendjen për thashethemet e shoqërisë apo rrjeteve sociale. Sot bëhu diplomat, fol me lezet dhe mos u përplas me të tjerët me top, se nuk fitohet çdo betejë me forcë. Hëna po të thotë që sot duhet të vësh prioritetet në rresht, një e nga një. Edhe po s'pate besim te vetja sot në mëngjes, deri nga darka çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Punët që do zgjedhësh me i bërë me zgjuarsi sot, do të dalin për mirë në fund të javës. Binjakët. Ti ke plane të mëdha për sot, por nuk po gjen shesh me i zbatu. Ke aq energji sa me ndes 10 qytete me drita, por nuk di nga t'ja nisësh më parë, dhe kjo po të nxjerr nga vetja. Kujdes, se sot rreth teje janë mbledhur disa njerëz të ndjeshëm dhe me huqe, që u mbetet hatri për asgjë, ndaj mos u merr me i sqarusë dhe harxhosh kohën kot dhe nervat. Më mirë mbyllë gojen dhe prit derisa të kalojë stuhia, se fjala jote sot mund të keq kuptohet rënd. Nëse ke patur tension për punët e mëdha apo përgjegjësitë e jetës, përdor atë inatin si benzinë për të ndryshuar gjithçka në favorin tënd. Mos u lodh duke menduar për plane të largëta që nuk i ke ti në dorë dhe mos lejo që truri të mund instiktin. Dëgjoje atë zërin e brendshëm, atë që të thotë bëje se ai nuk të gënjen kurrë. Gaforja. Sot je si deti para stuhisë, plot pasion, po sikur po rrotullohesh në vend dhe s'po gjen derman se ku të shkërkosh këtë vullnet. Njerëzit e tjerë t'janë bërë si i riq, sa po i prek, nxjerrin gjembat dhe mbrohen sikur ti do t'i bësh gropën. Mos u lodh kot duke i treguar planet e tua të largta se do të bëjnë me dhimbje koke dhe me dyshime të tyre të kota. Pyet e veten një herë, çfarë do vërtet kjo zemra ime sot? Para se me bërë një hap drejt një ndryshimi të madh, gjej qetësinë. Edhe pse dita duket pak si lëmsh i madh dhe agitacioni po të rritet, kjo rrëmuj është pikërisht ajo që duhet me nxjerr në dritë dëshirat e tua të vërteta. Mos nxito, se kush nxiton pengohet në prag të derës. Ballafaqohu me ato që të mundoj dhe do shikosh që do ndihesh më i lehtë pasi kjo rrëmuj do të kalojë shpejt. Luani. Hëna ka dalë përballë teje dhe po të thotë troç, sot ke nevojë për të tjerët, ndaj mos u bëj sikur s'të duhet askush. Shikoje botën me sytë e tjetrit sot. Ktheje medaljen nga ana tjetër, se mbase ai që ke përballë ka një zgjidhje që ti me gjithë zgjuarsinë tënde se kishe parë dot. Je plot zjarr dhe entuziazëm, po sikur s'po gjen dot një kanal ku me e shkarku këtë energji që po të përvolon. Njerëzit sot nuk din as vetë se çfarë duan, janë të pasigurt, ndaj mos prit që të ndjekin më pas me sytë mbyllur. Gjej atë qendrën tënde,
qetësohu një 5 minuta dhe do shikosh që kur të dalësh jashtë, do jesh i gatshëm me ndar gëzimin me botën pa u zhgënjyer. Mos e lodh trurin aq shumë sa të harrosh se çfarë ndjen në shpirt. Merre shtruar Luan. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, je ndezur flak për një ide apo për një punë sot, po sikur bota është bërë bashkë dhe asgjë s'po lëviz nga vendi. Mos u bëj me nerva se nuk zgjidh asgjë. Çdo pengesë që po të del përpara sot është një shkollë më vete për veten tënde, një provë durimi që duhet ta kalosh. Ti e ke mendjen e mpret, po sot mos rri vetëm tek shifrat dhe llogaritë e ftohta, se do përfundosh në një rrugë pa krye. Kur flet me njerëzit, mos u duk sikur po u bën skenarin, por fol pak më shumë me ndjenjë dhe njerëzillëk. Mund të ketë një sherr të vogël në horizont sepse ndjenjat janë në kupë të qiellit, por ti bëj durim dhe mos u bëj pjesë e cirkut. Mos rri vetëm te koka, dëgjoj dhe çfarë po të thotë trupi, se ai e di më mirë se kur duhet ndalur. Kalojmë tani tek peshorja. Sot e dashur peshore je pak si pa Terezi, sikur të ka hyrë një lloj pakënaqësie që s'po gjen dot psen, edhe pse çdo gjë duket në rregull. Je gati të hidhesh në veprim, por rrethanat rreth teje po të thonë: ulu një herë dhe mendo se nuk është momenti i duhur. Mos u bëj mbrojtëse pa arsye, mos i shiko njerëzit si armiq se nuk po të sulmon kush. Sot është dita me u mbyll pak në vete, me rregulluar ato që shkojnë në planet e tua. Mos e vrit mendjen aq shumë sa që të bjerë stresi në kokë. Zgjidhje ato problemet e vogla që të hanë veshët çdo ditë. Ato që i ke lënë pas dore, jepi vetes një pushim të mirë. Kur ti kesh gjërat e qarta dhe të jesh i qetë, çdo gjë do të shkojë në vendin e vet si me magji. Akrepi. Dita është si një rrugë me kthesa të forta sot, por ti je shoferi më i mirë që ekziston. Energjinë e ke mal, po sikur nuk po gjen dot një vrim ku e shfryj këtë hof që të ka kapur. Kanë me të ardhë njerëzit dhe me të kërkuar kohë, me të kërkuar llogari dhe me të rrëmbyer energjinë tënde, por ti vendosi kufijt e tu dhe mos u tregoj dobët. Mos u lodh duke menduar për dashurinë apo planet krijuese sikur po bën provim mature. Merre shtruar. Sot ktheu te shtëpia, te baza jote, te familja, se aty e ke burimin e forcës së vërtetë. Gjeje qetësinë te pragu yt dhe do shikosh që kur të jesh gati, do i lëvizësh të gjithë gurët e botës me një lëvizje. Është koha me u qetësuar para se me bërë goditjen e madhe. Shigjetari. Dita sot është pak si ndizu fiku. Një herë ke një dëshirë të madhe, një herë të bie motivimi në tokë. Do të bësh një aksion në shtëpi, me ndryshuar rregullat, po të dalin ca pengesa që të tërheqin vëmendjen dhe të bëjnë me u marr me budalliqe. Kjo do të thotë që as ti vetë se ke ndar mendjen akoma se çfarë do me bërë vërtet. Shtëpia dhe familja janë vëmendja jote sot, por mos u mendo me i zgjidh gjithë problemet e botës brenda sekondit, se do të lodhesh kot. Ke kohë boll, mos u ngut, se nuk po të ndjek askush. Hiqi merakun dhe ato mendimet e zeza që të vinë ndonjëherë në kokë, se s'të ndihmojnë për asgjë. Gjej atë rehatinë tënde dhe bëhu gati më i mirë për të parë gjërat, por pa u stresuar për gjërat që si ke ti në dorë. Britqapi. Sot dita për ty britqap është pak si me ndalesa të forta, por ti je mësuar me u ngjit të maj edhe kur s'ka rrugë. Edhe po t'u duk vetja i pavendosur, ose sikur po të mbajnë forca të jashtme peng, mos u bëj merak, se thjesht të duhet pak më shumë kohë me i rregulluar gjërat siç di ti. Mund të kesh ndonjë debat për një mendim ndryshe, por mos e bëj tragjedi.
aty nuk është problemi i vërtet. Sot ke qef me fol për gjëra serioze, por kur vjen puna tek ato personalet, tek ndjenjat, sikur të merret pa goja. Mos u nxito me treguar çdo gjë sot, se do të pendohesh që e hape veten shumë para të tjerëve. Sfidoje veten me diçka të vogël që të jep kënaqësi dhe do shohësh se si do të largohet nervi dhe do të kthehet buzëqeshja. Ujori. Hëna ka hyrë tek ti dhe po të bën zot të vetes për 1-2 ditë rresht, ndaj bëhu gati për vëmendje. Do kesh një lloj humori të ndryshueshëm, herë lart dhe herë poshtë, por është koha jote me nis gjëra të reja dhe me bërë emër. Ke dëshirë me bërë ndryshime serioze dhe rrënjësore, por nuk po i gjen dot rrugën e duhur apo planin e saktë ku të vesh këmbën. Mos u nxito. Ulu një minutë dhe bëj një plan të qartë se ku do t'i harxhosh forcat e tua të çmuara. Kujdes me çfarë do të nxjerrësh sot nga goja, pasi mund të lëndosh dikë pa dashje dhe mund të hapësh ndonjë sherr kot. Mos e vrit mendjen shumë, thjesht shijo faktin që bota rrotullohet rreth teje. Je gati për një fillim të ri, ndaj merr frym thellë. Peshqit. Të dashur pesh, hëna po të çon në atë botën tënde sekrete, aty ku ke qetësinë dhe backgroundin tënd që askush s'ta njeh. Është koha me i heq pak zhurmat e botës nga rrjetet sociale dhe nga thëshethemet, me u qetësu pak që të mbledhësh forcat për betejat që vijnë. Ke dëshirë me bërë aksion, me lëvizur, por nuk po e gjen akoma rrugën se ku do të shkosh dhe çfarë të kapësh më parë. Mos u bëj me nerva, po përdore këtë kohë me gjet një zgjidhje kreative që s'ja prek mendja askujt. Je pak në dilemë mes lirisë tënde dhe nevojës për t'u lidhur me dikë që të kupton. Mos merr vendime të mëdha pa e ndier mirë në zemër. Prit sa të kthjellohet uji. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, shëndet, mbarësi dhe fat në dashuri.